Ramazanin. Sigurisht pra një ndër namazet më vlerë madhore që sigurisht dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha se 2 rekatet namazit sabahut janë më të vlefshme se çka ka në qiell dhe në tokë, ishte fjala për 2 rekatet sunet dhe jo ato fars. Shikoni pra çfarë fuqie të madhe ka ta fillosh ditën pra me madhërim dhe hamd falënderim ndaj Allahut xhaleshanehu. Allahu i madhreshëm than Kur'anin e tij famlart inna Kur'an al-fajri kana mashhuda. Vërtet lutja e mëngjesit pra e agimit është e përcjellur. Pra përcjellet tek Allahu xhaleshanehu. Andaj dhe lutjet që ne i bëjmë namazin e sabahut, ato shkojnë me njëherë pra pranohen me njëherë. Dhe alhamdulillah, kjo është mirësia e namazit sabahut që ne duhet kemi parasysh pra që t'i përmbahemi kësaj pra që të bëjmë lutje, ta lutim Allahun e madhërisëm